Procesi integrimi në Bashkimin Evropian vijon të jetë kryefjalë debateve politike në vend nëse Shqipëria po bën hapa përpara apo ka mbetur në vend numro. Opozita është e mendimit se Shqipëria nuk po avancon, ndërsa majoranca ndan qasjen se brenda 2030 do jemi pjesë e Unionit. Për të mësuar më shumë mbi procesin integrimi në Bashkimin Evropian, do të zhvillojmë një intervistë me Jorida Tabakun. Zona Tabaku, Shqipëria tashmë i ka çelur të gjithë grup kapituj, tashmë kanë kaluar disa muaj që kur ky proces u konsideruar si një sukses në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por shohim që procesi në këto muaj të fundit, në muajt e parë të 2026, nuk ka avancuar më, pra nuk kemi lajme nga Brukseli sa i përket procesit të negocimit të Shqipërisë për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian. Mund flasim për një histori suksesi apo një stagnacion të maskuar sa i përket rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Shikom, është bërë normale tashmë, është bërë e udhës që qeveria punon me fushata. Dhe janë kujtuar javë të fundit të kenë një fushat për integrimin. Është në fakt pjesë e rendit ditës është bërë çështje debati, sepse Mali Zi pak javë më parë, brenda ditës ishte në mos gaboj kapitulli 14 dhe u mbyll brenda ditës në një mbledhje të Koelës. Dhe vendet anëtare dhe institucioni që ato përfaqësojnë atje në këtë grup ambasadorësh që quhet Koela, punojnë me konsensus, që do të thotë përpiqen që gjithë vendet anëtare të kenë një dakordsi për temat që kalojnë përpara. Për momentin Shqipëria është duke u diskutuar akoma, duke qenë se shumë nga vendet anëtare gjykojnë që procesi i integrimit nuk është një listë ligjesh të miratuara, sepse është vërtet që qeveria shqiptare kishte në fund të muajit janar, datën 27 janar, detyrimin për të miratuar të paktën 23 ligje, ndërkohë që 10 të tjera janë akoma në proces. Por procesi i integrimit në vetvete është një proces i cili duhet që këto ligje jo vetëm të zbatohen, po të tregojnë se si janë përmirësuar standardet, normat, vlerat në shoqëri. Që në kryeterës ky proces është mbajtur komplet i fshehur, është mbajtur komplet jashtë diskutimeve publike. Bashkë kemi diskutuar disa herë për periudhat e ndërmjetshme, të cilat janë 40 të tilla të shpërndarë në 22 kapituj dhe qytetarët nuk kanë informacion për këtë. Kemi diskutuar për pozicionet negociuese, që mbas çdo mbledhje ose përpara çdo mbledhje, kur unë drejtoja Komisionin e Çështjeve Evropiane, e ngrija si çështje dhe thoja që duhet ketë një debat hapur dhe duhet bëhen publike dhe kjo nuk është lejuar. Kemi diskutuar për të gjitha këto objektivat e ndërmjetme, për këto ligjet që sot tunden në parlament që thuhen kanë qenë këto ligje detyrime, që askush nuk i di. Sot shoqëria shqiptare, organizatat e shoqërisë civile, parlamenti, opozita nuk kanë asnjë bazë krahasuese se çfarë po bën Shqipëria, po e bën mirë apo po bën keq. Dhe unë duhet marr rastin e Serbisë. Në Serbi, menjëherë mbas diskutimit të pozicionit negociues me Komisionin Evropian, 7 ditë më pas publikohej lista e të gjithë detyrimeve, objektivave të ndërmjetme, e pozicioneve që kishte mbajtur qeveria atje. Dhe po i them këto për të treguar që është normale që të ketë diskutim për procesin e integrimit. Është normale që të kërkohet transparencë, është normale që ne të kërkojmë që ky të bëhet një prioritet kombëtar, që të diskutohen këto tema. Nuk është normale që të na bëhen prezantime PowerPoint-i sikur jemi me mësuesit klasës parë. Nuk është normale ta trajtojmë këtë procesin edhe të mbyllur, edhe teknik, edhe burokratik. Nuk është normale që t'i kërkohet kryetarit kuvendit një listë ligjesh që mos publikohet. Këto nuk janë gjëra normale. Dhe kjo është arsyeja kryesore që qytetarët shqiptar e kuptojnë që ndoshta procesi i integrimit nuk është kaq afër. Dhe kjo është arsyeja kryesore se pse ky debati për integrimin, për pasojat, për kostot, për përfitimet, qytetarët e konceptojnë si një proces i cili nuk do vi kurrë ke këto. Nëse e qartë, por nëse referohem një slogani i cili është prezantuar fort nga ana e ekzekutivit shqiptar që lidhet 2030 Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe referuar zhvillimeve të cilat i kemi parë gjatë muajve të fundit ose mos zhvillimeve nga ana e Brukselit që përmendët ju çështjen që Shqipëria nuk është më pjesë e agjendës së Koelës. Procesi i avancimit të Shqipërisë në agjendën e Koelës për qenë korrekt me termat. Në këndvështrimin tuaj 2030 vijon të jetë ende një afat i cili mundet edhe të kapet nga ana e Shqipërisë? Apo ishte një slogan elektoral i cili mund të ripërsëritet duke qenë se jemi një vit para zgjedhjeve vendore? 2030 ka qenë një objektiv i hershëm që në Thesalonik, në takimin e Selanikut atëherë kur u lançua agjenda e zgjerimit, ka qenë Ballkani Perëndimor në 2030 në BE. Dhe këtu po flasim për mbi
20-25 vite të shkuara. Ka qenë një ambicie vjetër e Komisionit. Dhe ashtu siç thuhet në raportet e progresit, dhe ashtu siç edhe Komisioni ka deklaruar, ato e mbështesin ambicien e Shqipërisë për 2030, por nuk do të thotë që 2030 është një datë e arritshme. Unë shikoj këtë në dy faza. Dhe kam insistuar shpesh për këtë, duke pas parasysh edhe faktin se çfarë ka ndodhur me vendet e tjera. Vendi që e ka kryer më shpejt këtë proces është Kroacia, i cili e ka mbyllur gjithë procesin në 7 vite. Po flasim për një vend i cili kishte standarde komplet të tjera, duke nisur nga standardet ekonomike deri ke ligji, ke zgjedhjet dhe ke procese të tjera demokratike, të cilat nuk kishin sfiduar kurrë ashtu siç janë sfiduar sot në Shqipëri. Nëse ne do kishim objektivin e Shqipërisë 2030, ne duhet kishim punuar çdo ditë për Shqipërinë 2030 dhe duke nisur nga gjërat më të thjeshta të ekonomisë. Për shembull, sot çmimet janë 60% e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pagat janë 21% e Bashkimit Evropian. Që do të thotë që Shqipëria këto standarde i ka shumë larg dhe nuk ka për t'i arritur t'i bëjë jo në 2030, po edhe shumë vite më pas për t'i arritur këto. Po thënë kjo, një pjesë e madhe e ligjeve që janë duke u miratuar, Komisioni nuk të kërkon më vetëm t'i miratosh ato, po kërkon që të ngresh institucionet, që t'i zbatosh, kërkon monitorim për zbatimin, metodologjia e re ka edhe kthimin pas. Dhe nuk është Shqipëria i vetmi vend që po provon metodologjinë e re. Metodologjinë e re e ka provuar Malizi dhe ka hapur 14 kapituj, i ka mbyllur po këto 14 kapituj, është në proces për të tjerë, është duke e provuar Serbia, megjithse ka nisur pak me vonesë, dhe është duke e provuar Shqipëria, pra jemi 3 vende të cilat janë duke e provuar. Në rastin e Serbisë, disa prej kapitujve që janë mbyllur janë duke u kthyer pas, sepse këtë e njeh metodologjia e re, kthimin pas, që do të thotë që megjithse është mbyllur kapitulli, nëse çështjet problematikat vazhdojnë dhe janë akoma atje, atëherë vendet anëtare kanë të drejtën që të rikthehen pas. Kjo gjëja nuk po ndodh me Malin e Zi, është duke ndodhur me Serbinë. Pra, ne ndodhemi në një moment ku e kemi të vështirë të gjykojmë, sepse shohim arritjet që po ka bërë qeveria shqiptare dhe grup kapitulli i parë ku janë themeloret, ku janë zgjedhjet, ku është lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj krimit të organizuar, ku është reforma në drejtësi, ku është puna e SPAK-ut, ku është funksionimi i parlamentit. Pra janë element themelor, shtetformues të një vendi, janë të gjitha të vendosura në pikpyetje dhe jo sepse e themi ne, po janë shqetësime të vendeve anëtare. Zonja Tapaku, sa vendimtar është miratimi i raportit të IBAR-it sa i përket progresit të Shqipërisë në rrugtimin e Bashkimit Evropian? Dinë që pa u miratuar ky raport ndërmjetëm nuk mund të fillojë procesi mbylljes kapitujve të cilat i kemi hapur tashmë në Bashkimin Evropian. Ky proces është duke marrë më shumë kohë se në raste të tjera të ngjashme, të paktën nga informacionet që ne kemi, që janë bërë edhe publike, vendet anëtare janë duke kërkuar më shumë kohë për sa i përket jo vetëm situatës politike në vend, po njëkohësisht funksionimit të parlamentit, duke kërkuar informacion për sa i përket edhe situatës së fundit me propozimet e qeverisë për kodin e procedurës penale, për imunitetin e zëvendës kryeministres, sfidat që po i bëhen reformës në drejtësi dhe për më tepër sfidën që po i bëhet reputacionit SPAK-ut me mosbatimin e vendimeve. Pra janë një sër faktorësh, sepse siç e thash pak më përpara, procesi i integrimit nuk është miratimi i disa ligjeve. Procesi i integrimit është në vetvete si po reflekton qeveria shqiptare zbatimin e tyre dhe si shoqëria shqiptare është duke i zbatuar këto norma dhe standarde të reja. Unë besoj që ne ndodhemi përpara një sfide shumë të rëndësishme dhe sfida lidhet me faktin se si e trajtojmë pushtetin dhe si e trajtojmë drejtësinë kur bëhet fjala për ne dhe për kundërshtarin. Sepse kjo është vlera europiane, ky është standardi europian. Unë do të marr një shembull të thjeshtë për shembull. Qeveria shqiptare vitin e shkuar ka pasur për detyrë që të miratoj ligjin për të dhënat personale. Dhe miratimi i ligjit të dhënave personale ka qenë në fakt një çështje shumë e debatuar këtu, sepse ligji është miratuar, vendimet e Këshillit Ministrar nuk janë zbatuar, nuk është shoqëruar me rritjen e stafit shtesë për ta zbatuar atë. Dhe momenti i parë kur duhej provuar ky ligj, që ishin zgjedhjet lokale, zgjedhjet qendrore të 2025-s, të maj 2025, qeveria shqiptare dështoi ta zbatojë ato. Tani çfarë mund të flasim për ligje europiane kur në praktik këto vlera ne nuk i kemi. Dhe në grup kapitullin e parë një rol shumë të rëndësishëm luajnë edhe zgjedhjet. Mos harrojmë që
Viti i shkuar ka qenë një vit elektoral, në raportin e Ibarit përmenden element që lidhen edhe me Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Territoriale, faktet bashkëjetesës në parlament, por njëkohësisht edhe të faktit që procesi i integrimit duhet jetë gjithëpërfshirës dhe duhet jetë konsensual, shumë elementë të cilët janë pjesë e debatit ton të brendshëm këtu politik. Dhe ti nuk mund ta konsiderosh këtë raport në vakum nga gjithë gjëja që po ndodh dhe nga gjithë dinamika që ka sot Shqipëria. Këndvështrimin tuaj, cilat janë elementët të cilët e mbajnë larg Shqipërinë nga miratimi i këtij raporti ndërmjetëm? Ka shumë element dhe grup kapitulli i parë është ai që është hapur i pari dhe ka për të mbyllur i fundit. Është një punë në proces të përhershëm. Fakti që nuk ka një debat publik për këtë nuk do të thotë që problematikat janë të pakta. Dhe ne po e trajtojmë sot çështjen e integrimit duke pas parasysh që Koela është duke vonuar vendimin. Vendimi do vi mbas pak javësh, mbas pak muajsh, nuk ka rëndësi, vendimi do vi aty. Po fakti që Komisioni Evropian dhe vendet anëtare kanë ngritur një flamur të kuq për luftën e korrupsionit, krimit organizuar, për situatën e mediave, për zgjedhjet, po edhe funksionimin e institucioneve të drejtësisë, unë besoj që ky flamur i kuq duhet ishte parë ndryshe nga qeveria. Shoh me keqardhje faktin që edhe çështja e integrimit është kthyer si një barcalet popullore që shkohet flitet vend e pa vend, nga batuta e do martohemi, s'do martohemi, kemi kaluar në batuta të diskutimeve pengon nuk pengon opozita, ndërkohë që ky është një proces i cili është tërësisht nga fillimi në fund në dorë të qeverisë. Ky është momenti që e gjithë retorika politike që ka pas qeveria, që ne e duam integrimin, është ta zbatoj tani. Dhe fatkeqësisht ajo nuk është duke zbatuar. Nga raportet e progresit të viteve të fundit të Komisionit Evropian, kemi parë që SPAK-u ka qenë institucioni që është vlerësuar më shumë nga ana e ndërkombëtarëve sa i përket avancimit të Shqipërisë në standardet europiane në funksionimin e këtyre institucioneve dhe kryesisht e lidhur dhe me reformën në drejtësi. Në qasjen tuaj, konflikti politik që ka ndodhur ndërmjet shumicës qeverisëse dhe drejtësisë ka ndikuar që vendet anëtare të jenë disi më skeptike sa i përket procesit të integrimit? Shiko, vendet anëtare janë skeptike për faktin se testi i reformës në drejtësi, dhe ne kemi kohë që e themi, paktën që nga koha e çështjes incineratorëve këtu e 4 vite më parë, testi i reformës në drejtësi është kur drejtësia shkon te pushteti. Sepse deri më sot drejtësia ka shkuar afër pushtetit. Kushdo zyrtar që ka shkuar përpara drejtësisë, Ahmetaj, Bllako, Koka, të gjithë zyrtarët nuk kanë qenë në pushtet. E kanë lënë pushtetin, janë dorëhequr, janë hequr në momentin që drejtësia ka shkuar te to. Ndërkohë që në rastin e zëvendës kryeministres, drejtësia shkoi tek pushteti, kur ajo ishte akoma në detyrë dhe ju bë një mbrojtje pa precedent, ju bë një sulmi pa precedent, u sfiduan vendimet e SPAK-u dhe për herë të parë parlamenti votoi kundër heqjes së imunitetit. Dhe kjo mburoj politike dhe mënyra se si trajtohet me dy standarde drejtësia për kundërshtarin dhe për pushtetin është një pikpyetje shumë e madhe që unë besoj që vendet anëtare e kanë pasur parasysh gjatë këtyre diskutimeve. Përndryshe nuk gjej justifikim tjetër sepse kjo është duke marrë një kohë kaq të gjatë. Përmend pak më parë që ka dhe përplasjen sa në kuvendit sa i përket mënyrës se si qasen palët e procesit të integrimit dhe duke përmendur dhe shprehjen po e pengon apo nuk po e pengon dikush procesin e integrimit. Por një nga kriteret në cilët mbështetet gjithmonë Komisioni Evropian është, mund të themi, kompromisi politik në miratime reformave të caktuara që shqyrton Kuvendi i Shqipërisë. Pas qasjes suaj për këndvështrimin tuaj, konflikti politik që dominon sallën e seancave plenare, ndikon në këtë, mund të themi, avancim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Këtu ka një absurd shumë të madh. Kur Shqipëria avancon, është merit e qeverisë. Kur Shqipëria nuk avancon, është gjithmonë problem dhe faji i opozitës. Ndërkohë që unë e shoh këtë komplet ndryshe dhe duhet marrë dy shembuj të thjeshtë, të cilët janë edhe të muajve të fundit. Nga shtatori, ndryshimi i drejtimit Komisionit të çështjeve europiane e ka bllokuar komplet opozitën që të ketë akses, qoftë në informacione, qoftë në raporte, qoftë edhe në debatin parlamentar, sepse është shumë e vështirë që të ngresh çështje për integrimin në momentin që ti nuk e ke informacionin. Dhe kjo e ka bërë të pamundur bashkëpunimin
për çështje të cilat duhet kishin shkuar përpara për integrimin. Në shtator të sesionit të shkuar, unë i kam kërkuar kryetarit kuvendit listën e ligjeve që duhen miratuar, që ta ndaj me opozitën që dhe ne jemi pjesë. Për komisionin që unë drejtoj, për komisionin e medias, unë kam kërkuar listën e ligjeve dhe jam duke punuar për ato ligje. Me komisionin, me delegacionin e Bashkimit Evropian propozova këtu kodin penal, ndryshimet për dekriminalizimin. Qeveria nuk e miratoi. Tani ky është integrimi. Ky është procesi i integrimit. Këto ligje ishin për detyrë dhe meqenëse qeveria nuk e miratoi, vazhdon akoma dhe më shumë e ka detyrim akoma dhe në këtë raport dhe në raportin e progresit. Komisioni i Reformës Territoriale dhe Reformës Zgjedhore, fjalia kyçe është ndryshimet konsensuale, sepse të gjithë e shohin e dinë që ato votat i kanë. Nuk po diskutojmë mënyrën se si kanë marrë votat. Janë 83 votat aty. Po ndryshimet duhet jenë të gjithë pranuara, ndryshimet duhet jenë sa më të debatuara dhe diskutuara në shoqëri. Ndryshimet duhet jenë me mbështetje të dy palëve politike. Ne s'kemi për të rënë kur dakord me njëri tjetrin për sa i përket taksave, nuk kemi për të rënë kur dakord me njëri tjetrin për sa i përket buxhetit, për sa i përket shumë elementeve të tjerë të politikës ditës. Po ne bijem dakord që ardhmja e Shqipërisë është mbe. Dhe duke qenë se ky është një aset shumë i madh që parlamenti shqiptar e ka, politika shqiptare e ka, ndërkohë që vendet e tjera nuk e kanë. Në vende të tjera opozitat janë kundër procesit të integrimit. Qeveria përsëri sillet po njësoj, me ndryshimet njanshme, me përjashtime, rregulloria kuvendit unë siguroj që të jetë çështje debati dhe diskutimi. Ashtu siç do të jetë çështje debati dhe diskutimi ndryshimet në kodin e procedurës penale, siç do të jetë kodi i ri penal objekt diskutimi, duke cënuar lirinë e shprehjes. Çdo gjë që krijon, që prodhon qeveria krijon debat, krijon kundërshti, krijon mos dakordsi. Unë nuk di një ligj të vetëm që të ketë ardhur këtu edhe qoftë edhe këto që janë detyrim procesin e integrimit, që qeveria të ketë zgjat dorën dhe të ketë thënë që hajde ta shohim dhe ta diskutojmë bashkë. Referuar kësaj, a ndani qëndrimin, më themi, pro apo kundër që çështja e integrimit evropian përdoret më shumë si retorik politike se sa një angazhim real në miratimin e reformave që të afrojnë standardin e shoqërisë shqiptare me standardin evropian? Nuk ka asnjë diskutim që përdoret për retorik politike. Përdoret sa herë kemi fushata elektorale, sa herë tundim pasaportën europiane, sa herë duam fondet e BE-s, sa herë ngecemi dhe përdoret për retorik që e ka fajin opozita, përdoret si një retorik shpeshherë edhe boshe. Qeveria shqiptare do fondet e BE-s, po nuk do standardet e BE-s. Qeveria shqiptare do të heci në këtë proces, po nuk do kontroll. Qeveria shqiptare do që të miratoj ligje për portet turistike si ai i ditësejnë në parlament për të mbrojtur interesat veçanta, po do të shkeli dhe më sanë, edhe do të vazhdojnë procesin e integrimit. Tash të dyja nuk i bën dot. Ose ke një vullnet politik për të ecur përpara në këtë rrugë dhe e ke një angazhim të fortë që në këtë rrugë nuk ka asnjë diskutim dhe asnjë debat tjetër, sepse kjo është ardhmja e Shqipërisë, ose pastaj do punosh për oligarkët, për ligje speciale, do shkelësh marrëveshjen e stabilizimit asociimit, do shkelësh të paktën 3 kapituj, ashtu siç po ndodh me këtë ligjin e porteve turistike. Kjo është çështje vullneti politik. Vullnetin politik e ka maggioranca, nuk e ka opozita. Sado që të kërkojmë ne, sado që të insistojmë ne, sado që debat të duam ne të prodhojmë, nuk e kemi ne vullnetin politik. Vullnetin politik e ka maggioranca, është ajo që të hap derën. Është ajo që të bën pjesë të debatit, është ajo që ndan informacionin, ajo që diskuton raportin. U bën 4 vite në këtë parlament ne s'kemi kaluar një rezolut për integrimin. Kam tentuar unë shumë herë. Sa herë që vinte raporti progresit, unë kam kërkuar që kemi bërë seanca dëgjimore në parlament, edhe në komision dhe në Këshillin e Integrimit, kemi ftuar dhe ambasadorin, kemi ftuar edhe komisionerin e zgjerimit në atë kohë dhe kam kërkuar që të vijë një rezolut në kuvend dhe nuk ka ardhur. Kush e pengon ardhin një rezolute për integrimin? Në shumë siguri vullneti politik, por për ta lidhur me një problematikë cilën ndërkombëtarët duke se kanë mbajtur shënim që lidhet me proceset zgjedhore. Ne jemi në një fazë ku jemi periudhë ndërmjetme nga zgjedhjet e shkuara të 2025-s në zgjedhjet e ardhshme të 2027-s, zgjedhjet vendore, paktën rend kalendarik kështu i qëllon që të jetë organizimi i proceseve elektorale. Sa ndikon procesi zgjedhor në Shqipëri në procesin e integrimit? E bëj këtë pyetje referuar dhe të shkuarës. Shumë vite më parë, kur flitej për marrjen e statusit kandidat, thoj prit të bën njerëz zgjedhjet dhe më pas do shprehemi ne. Dhe gjithmonë zgjedhjet kanë qenë si kriter që tregonin maturinë demokratike e një vendi për qenë sa më afër Bashkimit Evropian. Sa mund të ndikoj, më themi, kjo fazë që ka mbetur në 2027-ën që të paktën të krijojë një perceptim edhe më të mirë nga ndërkombëtarët që dim të bëjmë zgjedhje?
Zgjedhjet janë një nga elementet kryesorë të grup kapitullit të parë. Rruga e Shqipërisë në procesin e integrimit kalon domosdoshmërisht nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe raporti i fundit i OSBE Odirit ishte me vërtet shumë problematik. Për këtë arsye, edhe në Parlamentin Evropian ka pas një dëgjes përpara zgjedhjeve si rrallë herë ndonjëherë, ka pas një dëgjes dhe pas. Raporti për Shqipërinë është duke u diskutuar dhe zgjedhjet janë pika kryesore. Ka ardhur edhe një mision monitorimi nga Parlamenti Evropian për zgjedhje. Nga ana tjetër, edhe pjesë e raportit e Common Position Paper është edhe çështja e zgjedhjeve dhe përmendet edhe ndryshimet në Komisionin e Reformës Zgjedhore, po që të jemi të vërtetë me njëri tjetrin. Unë nuk kam asnjë iluzion që ndryshimet minimaliste në për ligjet veçanta do ta pengojnë një qeveri që ka vullnetin që t'i shkel zgjedhjet për ta shkelur atë. Sot zgjedhjet nuk varen nga ndryshimet ligjore. Zgjedhjet varen nga vullneti politik. E kemi aty në ligjin që nuk lejohen prokurime publike, që nuk lejohen 3 muaj përpara zgjedhjeve, nuk lejohen shpërndarje fondesh për qytetarët. E shkeli qeveria. Ne kemi ligjin, siç përmenda pak më përpara për dënat personale, por përsëri e shkeli qeveria. Sot kemi arritur në një situatë ku ne kemi një shkrirje të partisë me shtetin. Dhe kjo shkrirje e partisë me shtetin është pengesë reale në këtë proces. Lëri pasaj këto prallat e pengon opozita se pengon opozita. Miraton opozita ligjet, nuk miraton opozita ligjet. Këto janë problemet reale që ka Shqipëria. Ekonomia, standardet në prokurime publike, në tendera, në koncesione, ligji porteve, këto e pengojnë integrimin. Nuk e pengon absolutisht asnjë gjë tjetër, e pengon nga fillimi në fund vullneti politik. Edhe këtu njësoj si me reformat konsensuale. Bët një krahasim pak më parë sa i përket metodologjisë së re me vendet që po zbatohet, Malizi, Serbia, Shqipëria. Malizi, përmendën dhe ju, ka një stat shumë më të avancuar sa i përket procesit integrimi, gjasat janë që në majin e vitit të ardhshëm të nënshkruajë ratifikimin e traktatit për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Në kushtet ku ndodhet Shqipëria me këtë stagnacion, nëse mund përdorim një term të tillë për shkak se procesi nuk po avancon, a rrezikohet që nga 2 frontrunner të mbetet një frontrunner dhe pastaj Shqipëria të bashkohet me Serbinë në këtë proces? Në Ballkanin Perëndimor ekzistojnë shumë rreziqe dhe ne kemi parë shumë rreziqe të cilat ne mendonim që nuk do vinin kanë ardhur, sepse askush nuk e mendonte që në 2012 Shqipëria nuk do të hapte negociatat, nuk do të merrte statusin e vendit kandidat vetëm si mungesë e mosmiratimit të 3 ligjeve nga opozita atëhershme, nga majoranca sotme, nga Partia Socialiste. Por unë mendoj e gjykuar ftohtë fare pa e parë politikisht që vendi i parë që do ta ketë të proces do jetë Islanda përpara Shqipërisë dhe Malit të Zi. Në fazën ku ndodhemi, Shqipëria nuk është më një vrapuse e rreshtit parë, siç ka qef që ta quaj Bashkimi Evropian. Si shqiptare më vjen keq. Edhe si përfaqësuese politikës më vjen keq. Në fund të ditës, aspirata e qytetarëve shqiptarë është që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe është për fajt politikës që ne jemi sot këtu, është përsëri për fajt politikës që bëhemi objekt diskutimi, dhe unë besoj që këtë momentin e ardhur që ofroi gjeopolitika, ne përsëri nuk jemi duke e shfrytzuar. Nëse do të cilësoni disa reforma të domosdoshme që mund ta përmirësonin ose ta përshpejtonin procesin e integrimit, cilat janë ato që mund ta ndihmonin, mund të themi, këtë proces? Shiko, ka reforma pa fund, por unë duhet të ndalem ke 2 kryesorët, meqense jam edhe në një komision e cili e mbulon këtë fushë. Për mua reforma në fushën e medias është një reformë e cila së pari duhet kishte nisur debati kohë më përpara dhe është shtyr pa fund, dhe së dyti ka një sasi legjislacioni të jashtëzakonshme për tu miratuar. Dhe për mua e dyta e rëndësishme është reforma ekonomike. Ndryshimi i modelit ekonomik, ndryshimi strukturor që ne duhet kemi, gatishmëria e biznesit për të bërë gati për sfidat europiane, e cila nuk po ndodh. Nuk duhet merrem me pjesën politike, meqense fola deri më tani me pjesën politike, po ne duhet ta bëjmë këtë procesin për Shqipërinë e për shqiptarët. Ne duhet t'i ofrojmë bizneseve, qytetarëve mundësinë që të zgjerojnë hapësirën e tyre. Ndërkohë që ne jemi duke bërë komplet të kundërtën. Të marr një koment fundit, duke qenë se kemi ardhur në fund të intervistës, si ta përkufizonit stadin në cilin ndodhet Shqipëria në këtë proces integrimi? Nuk di çfarë emri t'i vënë fakt, po mua më duket si ajo pëlhura e Rozafës e cila thuret ditën e shthuret natën.
Mungesa vullnetit politik neve na ka kthyer në një vend që jemi në vend numëro për 12 vite të gjata. Zënda Baku, faleminderit që ishit pjesë e skedarit politik. Faleminderit juve.